Çmimi i naftës u rrit mbi $100 për fuqi gjatë natës, por tashmë është përafruar shifrës. Rritja ndodhi pavarësisht se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë era dakord të nxjerrë në tregun global një sasi rekord prej 400 milion fuqish nga rezervat. Ndërkohë që Irani ka paralajmëruar se nafta mund të arrijë në $200 në fuqi, ndërsa sulmet e tij ndaj anijeve në ngushticën e Hormuzit po intensifikohen. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se vendimi i 32 vendeve për të liruar rezervat e naftës do të ulë ndjeshëm çmimet e naftës. Ndërsa po vizitonte një biznes, Trumpi e quajti luhatjen e çmimeve të naftës një çështje lufte. Çmimet po bien shumë ndjeshëm, tha ai. Nafta do të ulet. Kjo është thjesht një çështje lufte që ndodh, po thuaj se mund ta parashikosh. Do të thosha që u rrit pak më pak nga sa mendonim. Do të bjerë më shumë nga sa kushdo e kupton. Më vonë ai tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shohin shumë fort ngushticën e Hormuzit duke shtuar. Ngushtica është në gjendje të shkëlqyer. Ne I kemi eliminuar të gjitha anijet e tyre. Ata kanë disa raketa, por jo shumë.